listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be and he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo? The friendly little bunny. Mirëmëngjes, Milo. Mirëmëngjes, babi. Ku janë kështu? Mos harrove që jemi tek shtëpia e gjyshes dhe gjyshit. Oh, ke të drejtë. Po! Ba, a mund të shkoj dhe t'i zjoj ata? Sigurisht, Milo, gjyshja dhe gjyshi zakonisht ngrihen shumë shpejt, por unë mendoj se ata po të presin ty këtë mëngjes. Hurra! Mos janë akoma në gjumë? Jo, vetëm se duhet trokasësh pak më fort. Oh, më fort? Hyr! Mirëmëngjes, gjyshe dhe gjyshi. Mirëmëngjes, Milo. Të lutem, a mund të hapësh pak perden për ne? Sigurisht. Po, është një ditë me diell. Po ju keni fjetur me syze? Natyrisht që jo, i dashurim. Ne i vëmë syzet përpara se të veshim shapkat. Në të kundërt, ne nuk mund t'i shikojmë dot ato. Eja, Nipçe, është koha të shkojmë poshtë se mamaja na ka përgatitur mëngjesin. Gjyshi, dëshiron të luash futboll me mua? Pak më vonë, Milo. Duhet të mësosh të jesh më i duruar. Po shkoj që të ruhem. Lëre gjyshin dhe gjyshen të mbarojnë së ngrënë mëngjesin. Ju nuk kanë shumë shpejt. E po jetia i qa shumë shpejt, Milo? Gjyshi, mund të shkoj të shikoj birbën? Dakord. Faleminderit, gjysh. Gjyshi, mund të vish që të bësh portier? Mirë, nëse të pëlqen. Ja, gjyshi. Gjyshi, topi, të kaloj të këmbët. Jepi, gjyshi, quaj. Këtu, gjyshi, ndaloje topin. Hajde, gjyshi, vrapo më shpejt. Më shpejt, gjyshi. Wow, e bukur kjo. Më mirë të luaj me ty, babi. Gjyshi vrapon shumë ngadalë. Duhet kuptosh diçka, Milo. Ti duhet ta dish se gjyshja dhe gjyshi janë njerëz të moshuar dhe ata nuk kanë aq shumë energji sa ke ti. Ata jetojnë në qetësi dhe kanë zakonet e tyre. Por, e di, ata e din shumë mirë se si ta bëjnë të lumtur një djalë si ty. Milo, eja të shikosh se ç'kam bërë. Përse shërben kjo? Do fusim një peshk aty brenda dhe unë do të mësoj si të peshkosh. Wow, shkëlqyeshëm. E kapa. Mirë, gjyshi. Radha jote, Milo. O jo, ups, më iku. Prit një sekond. Unë do të ndihmoj. Ja, ule pak poshtë. Unë e mirë, gjyshi. O, zot, ata akoma nuk po kthehen. Duhet duke të shkuar mirë peshkimi. Ja ku janë. Papi, mami, gjyshe, shikoni këtu. Shikoni çfarë kam kapur. Kështu pra, vete kape gjithë këtë peshk? Unë kapa një. Kurse gjyshi kapi të tjerët. Gjyshi duhet jetë një peshkatar i zoti. Mund ta thuash me plot gojë. Ai base nuk mund të vrapoj kaq shpejt, por me siguri ai di si të peshkoj. Të lumë, gjyshi!
çfarë ishte? Por... More, çfarë kujtoni se po bëni? Duhet t'ju vi turp që trëmbët zojt. Më dëgjoni apo jo? Ju kërkojmë ndjesë. Më kërkoni ndjes? Pa ikni që këtu? Hajde, largoni. Nuk dua t'ju shikoj përsëri këtu rrotull. Ikni, largoni. Ajo zonja nuk ishte shumë e mirë. Eja të bëjmë diçka tjetër. Në rregull, ajo po fle. Shko ti, Judita. Përshëndetje, Plumba. A jeni akoma të rritur? Çfarë është kjo? Më duket se ju të dy po kënaqeni shumë. Si është puna? Ajo plaka e keqe. Ajo atje tek stoli, Ne babi. bëm një surprizë saj. Një surprizë? Çfarë surprize, sepse mua më duket se nuk i ka pëlqyer shumë ajo që i bët ju. Oh, ajo kurs është e lumtur. Ajo u tregua shumë e keqe me ne më parë. Dhe kështu ne u svavitëm pak me të. Më duket se ju i punuat në një re nga saj. Mos doni që ajo të zemrohet akoma më shumë me ju? Jo, por ne do të donim që ajo të tregoj pak më e mirë. Pra juve nuk ju pëlqen kur njerëzit nuk janë të sjellshëm, por ju nuk u tregua të sjellshëm me të. E po, ajo na zemëroi vërtet. Unë kam një ide. Ajo zemërohet me ne atëherë kur dhe ne jemi të mërzitur. Base nëse ne tregojmë pak të sjellshëm me të, dhe ajo do të sillet mirë me ne. Ashtu thua? Ide shumë e mirë. Përse nuk merrni disa ëmbëlsira dhe më pas ndajeni me atë gruan e vjetër? Përshëndetje, zonjë. Dëshiron t'i ndajmë biskotat së bashku? Ato janë shumë të mira. Kanë edhe çokoladë brenda. Jo, faleminderit. Vit. Këta pëllumba janë miqësor. Mendon se ata kanë emra? E po pa tjetër që kanë emra. Shikoni, këtë këtu e quajnë Feather dhe ai atje e quhet Claudio. Doni një biskot që ta thërmoni për ta? Urdhëro, janë me të vërtet shumë të mira. Faleminderit shumë, fëmijë. Nëse doni, mund të më ndihmoni që të ushqej pëllumbat. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Gjithçka shkon mirë, voglush? Ne sapo zum një shok të ri. Dhe ajo na mësoi emrat e të gjithë pëllumbave. Ky është Feather dhe ai atje është Claudi. Ai më tuti quhet qiell, ndërsa ai diell. Listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo,
mirë, Milo. Më bëhet qefi që të shoh kur lan dhëmbët. Faleminderit shumë, mami. Megjithatë, nuk e pse e lë çezmën hapur, sepse uji po shkon kot. E di, po duhet të shpëlaj gojën. E po, ja se çfarë duhet të bësh. Goja jote është shumë e vogël dhe nuk duhet shumë ujë për ta shplar atë. Mbarova. Shumë mirë, zemra ime. Po përse po i mbyll syt? E po, ti e mbyllet çezmën që ujë të mos shkonte dëm dhe prandaj unë po i mbyll syt që mos të shkojnë dëm. E lezetshme kjo, Milo. Tani hapi syt dhe hajde poshtë që të ham mëngjesin. Mirë, mami. Erdha. Oh. Çfarë ke harruar, ë? O, vërtet. Duhet të mbyll dritën që të mos shkoj dëm. Natyrisht. Me që në banjë nuk ka njeri tjetër, atëherë nuk është nevoja që ta lësh ndezur. Pas kanë kaq shumë gjëra të ndryshme për të mbajtur mend. Ti duhet vetëm të mësohesh me to. Ja, mami. Mami, nuk më ajt mua, mund ta lë për gjysëm? Në rregull, Milo. Mbase duhet të mendojmë të bëjmë ndonjë gjë me të në mënyrë që të mos shkojë dëm. Oh, po? E di unë. Mund t'ja japim zogjve pjesën tjetër. Ide shumë e mirë, Milo. Po. Oh, për një minutë. Mund t'ja japim atyre këto karamele. Jo, Milo. Ka disa gjëra që nuk mund t'ua japim zogjve për të ngrënë. Oh. Ne nuk mund t'i qojmë dëm karamelet. Wow! Zojtë sa duken shumë të uritur. Oh? Ata po ikin. Po kam betur edhe pak bukë. Mos ikni. Ktheuni zogj. Nuk është e mirë ta çoni bukën dëm. Pa hajde njërë këtu, Milo. Shikoje këtë. Çfarë është? Oh? Wow! Shiko që këto miningona. Është e mrekullueshme. Të gjitha kafshët e kopshtit do të kenë ushqim sot. Oh. Po fillon të bjerë shi? Oh, po. Mami sa po mendova diçka që uji shiu të mos shkoj dëm. Më prit. Ja, shiko. Çfarë po bën me ujitsen e luleve? Do ta shikosh, mami. Largohemi nga shiu. Oh. Hajde, Milo, pa ma trego? Prit një sekond, mami. Tani është gati, mami. A mund të më hapësh pak derën, të lutem? Natyrisht. Por a do të më thuar se çfarë ke ndërmend që të bësh? Hajde, mami, e pas meje. Tani e kuptova. Pra kjo na ishte ideja jote e shkëlqyer. Tamam, nuk ka pse përdorim ujin e çezmës. E shikon, mami, është merita ime që një lule shumë e bukur do të rritet këtu. Dhe ajo lulja e bukur do të jetë për ty, mami. Faleminderit, Milo. Të duaj është masa shumë.